Përshëndetje, mirë se erdhe në kanalin tonë Kriptovaluta Shqip. Gati mas një javë jena rikthyuar përsëri në channel dhe sot do t'i kalojmë disa tema rreth kriptovalutave dhe do të analizojmë tregun se çka do ndodh, ku është çmimi i kriptovalutave, çka do ndodh me altcoin. Po shkojmë direkt në CoinMarketCap dhe mune me pa këtu që çmimi i Bitcoinit gati është pak të stabilizu, është gati $82,000. Për $109,000 para një muaj e gjysë, çmimi i Bitcoinit ka ka pas një korekcion mbi $80,000. Që tash momentalisht jena në çmimin $82,754, do me thonë Bitcoini mbohet stabil në një çmim $82,000. Por problemi më i madh është që altcoinsat, pasi ka Bitcoini, altcoinsat kanë ra shumë poshtë. Altcoinsat ka ra gati 200, 300, 500% ka ra poshtë. Më në me po këtu që Ethereumi ka ra poshtë me çmimin e 2021, dhe me thënë kur ka qenë bear market. Ethereumi është me çmimin më të ulët se 2021. Altcoinsat, siç mune me po këtu, kanë një kogja problem të madh. Mune me po këtu që edhe XRP-ja ka pas një rritje 24,2%, që është një rritje katastrofale, shumë e vogël për XRP-n. Solana është rikthy përsëri, ka pas një rritje, do me thënë prej $100 124, edhe kjo është një rritje katastrofale. Mune me po që të gjithë altcoinsat kanë pasur një rramje katastrofale. Bitcoini përsëri po dhe i çmim të mirë, sepse para një vjet e gjysmë Bitcoini ka qenë $30,000, e kena thi atë han, dhe me thonë all time high $109,000, dhe kena pasur mundësi që me marr fitime, me dal nga Bitcoini dhe me blerë që tash më. Por a e kena bë, se kena bë, problemi është që shumica, siç ju edhe unë jemi në altcoinsa, dhe problemi më i madh është që investimet në altcoinsat që i kena, shumica altcoinsat janë në minus shumë të madh, 200, 300, 500%, një minus shumë të madh. Dhe shumica pretendojnë se që kjo është fillimi i një bear market. Unë nuk mendoj që jena në një bear market. Bull market ka nisur, por nuk ka nisur siç duhet dhe jena në fillim të një bull market. E që tash, a do të eksplodojnë të gjithë kriptovalutat, posaçërisht altcoinsat në këtë bull market, do të jetë pak kogja e vështirë, për shkak se kena shumë kriptovaluta dhe njerëzit janë të hi në botën e kriptovalutave në mënyrë si me shku në kazino, në mënyrë si me bo bixhas, hin shumica në meme coina dhe hupin fitimet, hupin investimet dhe dolin me humbje dhe masanesh podhi se kriptot janë scam, janë mashtrim. Problemi më madh që s'kena me pas një altcoin sezon, siç ma herët, kena me pas ama jo të fuqishëm, është mendimi jem, është se momentalisht kena rreth 12,54 milion kriptovaluta. Dhe kapitali që është përndar në të gjithë këto kriptovaluta. Dhe është e vështirë që të themi që të gjithë kriptovalutat do të shpërthejnë, siç e dim altcoin sezon që ka në 2021, se i ka shpërthyer, kanë shkuar 500, 600, 700, 800%, ka pasur to altcoin ku kanë shkuar edhe 2.000, 3.000, 5.000%, dhe atëherë ka pasur fitime të mëdha. Por këtë herë ka ndryshuar loja për shkak se kanë hyrë edhe ETF investimet, do me thonë institucionet, kanë hyrë balenat e mëdha dhe altcoin sezon, siç e shoh unë, situacioni nuk do të jetë siç më herët, do të ketë rritje, por jo rritje siç më herët që kena pas. Po shkem të shohim dhe liquidity heat map, mune me po këtu që çdo ditë ka likuidime në njerëzit që pretendojnë që e dinë se ku ka me shku tregu. Do me thonë ata mendojnë se ka me shku tregu në long ose short, ka me pas rritje ose ngritje, dhe ki market çdo ditë likuidon këta njerëz që janë në treg si me bo bixha. Mune me po këtu që në 24 orët e fundit ka pasur një likuidim, nuk është i vogël, por nuk është i madh, $269 milion, do me thonë njerëzit kanë hupur në tregti, tu menduar se e di se ku ka me shkuar treg. Po shkem ta shohim Bitcoin ETF, mune me po këtu që Bitcoin ETF institucionet mune me po që janë të bërë konstant shitje. Dhe me thënë gje, BlackRock ka bërë shitje $151 milion. Mune me po këtu që Fidelity po ashtu ka bërë shitje $107 milion. Dhe po ashtu të gjithë janë të bërë shitje nga dal, janë të bërë shitje, që tash të shitjet nuk dhe me thonë që i bojnë direkt këta, por i bojnë edhe klientet e atyre, për shkak se ato menaxhojnë, dhe me thonë, parat e klientëve, dhe me parat e klientëve ato kanë bërë blerjen e Bitcoinit. Dhe që tash normalisht ka ardhur koha ku ato me bërë shitje, për shkak se normalisht që Bitcoinin ato e kanë blerë me çmim shumë më të ulët, e kanë blerë me çmim $40,000, $50,000, $60,000, dhe me çmim $80,000 ato janë përsëri në një fitim të madh. Po ashtu unë mendoj se të gjithë këto janë duke krijuar një panik në treg, që të ketë një presion shumë të madh shitjes, që më vonë ato që të kenë mundësi të bëjnë blerjen e Bitcoinit me çmim shumë më të vogël. Po ashtu duhet me po që Bitcoini ka pasur rrëmje për shkak se Donald Trumpi sinon çelikun kanades, i cilin ja ka futur tarifat përsëri 25%,
dhe pretendon që t'ja fut tej 50%. Dhe kjo është një rritje e tarifash ekstreme që Donald Trumpi është duke bërë, po ashtu ai është duke bërë tarifa dhe shtetet evropiane, por nuk duhet të harrojmë si Donald Trump është duke bërë rritjen e tarifave shteteve tjera, më ne po këtu që edhe shteti kanades është duke bërë rritjen e tarifave, domethënë shteteve amerikane prej 250 deri 390% për shkak se shtetet amerikane shumë transportojnë qumësh në shtetin kanadez. Dhe më ne po këtu që ato kanë rritje të tarifave 400%. Për këtë arsye, ata mendojnë se nuk do të kenë kundër rritje tarifave, por siç më ne po këtu është duke ndodhur, mendimi jem që Donald Trumpi është duke bërë, domethënë panik në treg dhe është duke bërë presion shumë të madh që të kenë shitje, që të binë aksionet, se mujnë me po që në 48 orët e funit kanë ra edhe SP500, domethënë aksionet, kanë ra edhe aksionet e Teslës, kanë ra për një javë gati 40%, dhe mendimi jam është që për shkak se e bën këtë Donald Trumpi është që në këtë mënyrë që të çojë Fedi në shtetet amerikane që të bëjë printimin e USDT. Për shkak se do të ketë krizë në treg, domethënë krizë është një krizë globale, dhe që mos të ndodhë kjo krizë globale që njerëzit të dalin nesër në demonstrata dhe të shkatërrojnë të gjithë senet, Fedi do të jetë detyrueshëm që të printoj dollar. Dhe masi të printoj Fedi dollar, siç e dim, çdo herë historia e ka përsëritur që kena pasur një shpërthim të madh të Bitcoin dhe altcoins. Po shkojmë me lajmin e radhës. Ledger integron Alchemy Pay. Ledger është një cold wallet, për të gjithë ju që nuk e dini, është një cold wallet dhe nëse jeni një investitor i përgjithshëm, duhet çdo herë të keni një cold wallet. Unë personalisht përdori disa cold wallet, Ledger, Tangen Wallet dhe disa wallet të tjera, por Ledger është në preferencën teme për shkak se është më i sigurt, por e keni mundësinë të bëni direkt në Ledger. Dhe kjo është një hub dhe më ne po këtu që Ledger e ka integruar sistemin Alchemy Pay, që prej sot keni mundësi të bëni blerjen ose shitjen e kriptovalutave direkt në Ledger. Që do të thonë nuk duhet ju të bëni blerjen e Bitcoin ose në kriptovalutë tjetër në një exchange dhe me bë transferimin, me thonë me çu në Ledger. Pozitiv për njerëzit që janë fillestar në botën e kriptovalutave që të kenë më pak komplikime nëse përdorin një cold wallet. Dhe kjo është një plus për Ledgerin, se është duke lecuar punën e njerëzve që janë të ri në botën e kriptovaluta. Lajmi i radhës është që Ukraina pranon propozimin e SBA që të ketë 30 ditë armë pushtim. Por këtë e ka pranuar Ukraina, por nuk ka rënë dakord, domethënë ende nuk ka rënë dakord që Rusia ta pranon këtë. A do të pranojë nuk e dim, por sot siç e kena pa, Ukraina ka sulmuar Moskvën me B250 dron. Edhe pse shumicën e dronave Rusia i ka prish, domethënë nuk kanë arritur që të bëjnë dëm të madh, por ka pasur edhe njerëzit që kanë pësuar me vdekje. Nuk duhet që ta shtëlinë politik, por unë besoj se kjo luftë nuk do të ndalet kaq shpejt, derisa Ukraina nuk nënshkruan për disa territore që ja ka marrë Rusia. Shpresojmë që kjo luftë të ndalet sa më shpejt, për shkak se do të kenë një pozitivitet dhe një rikthim të fuqishëm në botën e kriptovalutave. Është pozitiv për ne që të ndalet kjo luftë dhe për të gjithë popullin ukrainez dhe popullin rusian që janë duke vuajtur shumë. Lajmi i radhës është që regulatorët e BE-s hetojnë që OKX, do me thonë OKX, i cili është në top D exchange-at, e kanë hetuar që ka bërë pastrim parash që ka pasur hakim Bybit. Dhe BE-ja, do me thonë, është duke dënuar me $100 milion OKX. Nuk dihet sakt, por kjo është një çmim fillestar që janë duke dënuar për pastrim parash, për shkak se ato kanë pastruar parat nëpërmjet Web3 aplikacionit të OKX. Më me po këtu që regulatorët debatojnë që rregullat e MiCA të shqyrtohen edhe një herë për OKX, dhe nëse kjo dëshmohet se është bërë me qëllim, OKX do të hasë probleme të mëdha. Lajmi i radhës është skandalli më i madh i rrjetit Pi. Afati i kyç njerëzit që janë me miliona njerëz që kanë Bitcoin, që e kanë majnuar duke bërë një klik në 24 orët e funit, kanë me miliona, me mijë Bitcoin, ato nuk mund të transferojnë nëpërmjet exchange-at për shkak se janë duke pritur ende kyç. Dhe kjo është një padrejtësi e madhe, se unë siç e shoh të gjithë njerëzit që kanë pasur shumë Bitcoin, që kanë majnuar dhe kanë grumbulluar me vite, ato nuk kanë mundësi që të transferojnë ato Pi në një exchange dhe që të bëjnë shitje. Ka dalur me një lajm, domethënë prej Pi Network oficial, që deri më datën 14 mart të gjithë njerëzit janë duke pritur për Pi, domethënë për kyç, do të verifikohen, do të shohim çka do të ndodhë, domethënë edhe një ditë do të shohim se a do të mbajnë fjalën, se deri që tash 5 vjet i kanë rritur njerëzit se do të listojnë se do të listojnë nesër, por për fat të mirë për ata që kanë majnuar dhe që kanë besuar, është listuar. Shumica ende nuk mund të bëjnë shitje për shkak se nuk mund të transferojnë Bitcoin-at në një wallet ose në një exchange. Do të shohim çka do të ndodhë. Po shkojmë me lajmin e radhës. Çmimi i Solanës pompon gati 12%.
balenat injektojnë 6 miliard dollar. Në 24 orët e funit, balenat do me thonë bëjnë blerjen 6 miliard dollar në Solana. Këto balena, a dina sen që ne njerëzit të thjesht nuk e di, unë mendoj se po, se të investosh këtë shumë të madhe parash në Solana është një investim shumë i madh dhe siç e dim balenat shumë shpesh ato investojnë para se me do një lajm, para se me bo një eksplodim i një kriptovalute, në këtë rast Solana. Në dhe veç një balen ka bler 1 milion Solana në Kraken disa ditë më parë. Se i kanë bërë blerjen, a kanë informacion që nëse kena, do të shohim. E kena këtu një chart ku sipas këtyre chartit që e kanë bërë se Solana do të eksplodojë përsëri mbi $250, a do të ndodh, unë nuk e di. Po shkojmë me lajmin e radhës, Rumble blen $17 milion në Bitcoin si pjesë e strategjisë shtetit amerikane të re të thesarit. Ato mujnë me po që kanë bërë blerjen e Bitcoinit në vlerë $17.1 milion ose 188 Bitcoina. Ato bën blerjen e Bitcoinit për herë të parë dhe edhe kanë bërë blerjen e Bitcoinit, mujnë me po këtu që ato kanë bërë blerjen e Bitcoinit, do me thonë edhe me një çmim për $91, përsëri sot kanë bërë blerjen e Bitcoinit me 188 Bitcoina, me çmim $82.000-$83.000. Mujnë me po këtu që shtetet amerikane që kanë shpollë rezervat për shtetet amerikane është një pozitivitet se kanë nisë edhe shtetet e tjera edhe investitorët të mbajtë e blerjen e Bitcoinit. Po ashtu Texasi prezanton faturën për të blerë $250 milion në Bitcoin dhe kripto të tjera. Mujnë me po këtu që të gjithë shtetet mas që e ka shpoll që shtetet amerikane se kanë shpoll Bitcoin rezervë dhe disa kriptovaluta, janë duke shkuar në këtë drejtim edhe shtetet e tjera që është një pozitivitet, por edhe pse të gjithë këto blejnë masivisht Bitcoin, njerëzit janë shumë në depresion kur vjen pyetja e Bitcoinit dhe pyetja e altcoinsave. Pse janë në depresion kur vjen pyetja e Bitcoinit? Është se ato kanë hipur në Bitcoin, e kanë blerë në top, do me thënë në çmime më të lartë, në all time high, ose kanë hyrë në Bitcoin me parat që vu nevojitin për disa muaj dhe nuk janë në Bitcoin me long term. Për mua nuk lun rol Bitcoin do të bie $80.000, $70.000, $60.000, $50.000 ose $40.000. Nëse vjen Bitcoin në $40.000, unë personalisht jam më i gëzuar. Pse? Se unë do të blej më shumë Bitcoin, se i di se Bitcoini ku do të jetë pas 4, 8 ose 12 vjet. Kjo është arsyeja që kur bën Bitcoini kështu një dump, unë gëzohem dhe përsëri bëj DCA dhe bëj blerjen e Bitcoinit. Qarqa ka mundësi. Se vë pëlqen kjo videoja, mujnimi na përkërë me një like për algoritmin YouTube-it dhe mos harroni me bo like dhe subscribe të channelin. Miru pafshim dhe video në radhës.